Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të vijmë të flasim mbi atentatin që ndodhi në mes të Rinasit, ku mbeti i vrarë krau i djathtë i Emiliano Shullazit, Gilmando Dani, por pas ditën e sotme kanë dalë edhe pamjet e tmerrshme, duhet thënë, ku autorët dalin krejt në mënyrë të qetë dhe qëllojnë me Kalashnikov në drejtim të makinës ku ndodhej Gilmando Dani dhe shoferi, pra drejtuesi i mjetit në këtë rast, Muçi Shaljari, pra që rezulton edhe i plagosur. Por çfarë tregon kjo ngjarje kaq e rëndë ku kryhet një krim në mes të Rinasit, në një zonë mjaft të frekuentuar, por nga ana tjetër ku shihet që nuk ka asnjë veprim nga ana e oficerëve të policisë, edhe pse është një zonë mjaft, po themi, nën mbikëqyrje të forcave të policisë. Për të folur për këtë çështje dhe për ta shtjelluar më tej se çfarë po ndodh me situatën në vend, ne kemi të ftuar avokatin e njohur Alban Duraj. Zoti Duraj, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Zoti Duraj, pas ditën e sotme kanë dalë pamjet e atentatit në mes të Rinasit, ku mbeti i vrarë Gilmando Dani dhe ku duken autorët krejt të qetë që krye një akt të tillë gati në kufi, po themi një akt terrorist, duke qenë se dhe aty është një zonë mjaft e frekuentuar. Ju si njeri i drejtësisë, kur shikoni këto pamje, çfarë ju shkon në mendje fillimisht? Së pari, kjo është një pamje shumë të rëndësishme, e cila na ka shokuar të gjithë si qytetarë së pari, pastaj si profesionist. Është për të ardhur keq që në aeroportin më të rëndësishëm dhe të vetmi ndërkombëtar që ne kemi dhe me të cilin ne krenohemi për shkak edhe të rritjes së përpunimit të pasagjerëve këto vitet e fundit, nuk kemi siguri, që do të thotë aty nuk ka asnjë punonjës të policisë apo të sigurisë të cilët mund të bënin të mundur neutralizimin e autorëve të këtij krimi mjaft të rëndë dhe makabër në mes të ditës, por edhe ndërhyrja që duhet bënte policia menjëherë sa ndodhi kjo ngjarje. Pra ne shikojmë në mënyrë amatoreske edhe mënyra se si shkelmohet xhami i makinës së viktimave, gjë që tregon që ende nuk kemi një polici të përgatitur për raste të tilla, por më e rëndësishmja dhe më kryesorja dhe më e pafalshmja është që aty nuk ka asnjë punonjës policie në hyrje dhe në dalje të aeroportit. Edhe pse ka ndodhur ngjarje të rënda, siç janë ato grabitjet, pra grabitja e fundit që ka ndodhur në Rinas, pretendoi, pra faktikisht pas ngjarjes filloi në aeroport që të kishte masa të sigurisë, disa muaj pas ngjarjes së grabitjes, por më vonë aeroporti është lënë në mëshirë të fatit, edhe pse ka një komisariat, më falni, që është dedikuar vetëm për sigurinë e aeroportit, që është një objekt i rëndësisë së veçantë. Çfarë do të ndodhte nëse do të kishim terrorist? Pra, që do të thotë terrorist, duke qenë se ne jemi një vend antar i NATO-s dhe jemi një vend i cili jemi i pozicionuar në mbështetje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo edhe partnerëve të tjerë perëndimor, kemi një konflikt të hapur me Iranin, që nuk kemi marrëdhënie diplomatike prej më shumë se 2 viteve, apo edhe vende të tjera të cilat janë vende që ne nuk i kemi partnere apo nuk i konsiderojmë si vende mike apo aleate, dhe ne jemi gjithmonë të kërcënuar ndaj këtyre vendeve apo grupeve të ndryshme terroriste, edhe për shkak të pozicionimit ton si partner i këtyre vendeve perëndimore. Pra ne nuk kemi, ky rast tregoj që nuk ka siguri
minimale për jetën e qytetarëve të shqiptar, por edhe ata të huaj që vinë edhe vizitojnë vendin. Aq më tepër që duke qenë se ne jemi të destinuar për turizëm dhe kryesisht edhe propaganda që bën qeveria dhe gjithë le të themi mekanizmat e saj për të ardhur sa më shumë turistë në vendin tonë, ata janë ndjerë të shokuar kur menjëherë sa zbresin në aeroport, shikojnë një ngjarje të tillë, ose mund të kenë qenë edhe duke ecur në rrugë dhe fatmirësisht mirë që nuk kishte viktima të tjera. Pra, tregon që roli apo policia e shtetit nuk është për të ardhur keq që nuk ka reaguar dhe nuk ka patrulluar, të paktën edhe në hyrje dhe daljet e gjithë rrugëve, dy rrugëve që janë pra rruga që çon nga Rinasi në Tiranë apo nga aeroporti i Rinasit në Tiranë edhe nga aeroporti i Rinasit për në mos gaboj në Fushkruj apo del për në Kruj, është ajo udhëzimi që del në autostradën e re. Kështu që nuk kam fjalë të tjera për ta përshkruar të mos reagim apo masa të policisë apo dhe të gjithë strukturave të tjera shtetërore, sepse përveç se ne kemi policinë që e shikojmë në teren dhe duhet të jetë në gatishmëri të çdo akti apo çdo formë tjetër dhune apo cënim të sigurisë së rendit publik, rendit kushtetues, nuk kemi edhe agjencinë e inteligjencës e cila duhet merret me informacione të cilat ka për detyrë për të marrë edhe për t'i çuar edhe policisë, por edhe prokurorisë. Kemi rasti jon tregon që ne jemi të pa përgatitur për gjërat më minimale dhe duhet që menjëherë shteti të reagojë, qeveria të reagojë, ministria edhe pse ka bërë deklarata publike duhet të reagojë, por kur shikojmë që kemi punonjës së policisë, të cilët duhet të mbikëqyrni policinë lidhur me kryerjen e tyre e detyrave funksionale në respektim të ligjit dhe kushtetutës, shikojmë që punonjësi i AMP-s është prezent me persona të cilët janë në procedent penal. Kjo na dekurajon të gjithëve që këto gjërat mund të funksionojnë dhe ligji mund të funksionojnë. Ndonse na vjen keq sepse është viktimë dhe urojmë shërim sa më të shpejt, por kjo nuk tregon seriozitet dhe besim njërë nga ana e publikut tek institucionet, por edhe kush janë këta që rekrutohen pas një lloj kriteri dhe pas një lloj meritokracie në këto vende të cilat janë të rëndësisë së veçantë dhe vende specifike të cilat së pari duan një përgatitje profesionale. Por ajo që është më e rëndësishme është që duhet rekrutuar profesionistë të cilët kanë kriter të fortë, kriterin e personalitetit apo kriterin moral, që janë të pa komprometuar me krimin e organizuar, janë të pa korruptueshëm dhe kryejnë detyrën e tyre me përgjegjësi të plot dhe me besnikëri ndaj ligjit dhe kushtetutës. Duke pasur parasysh gjithë këto elemente që ju përmendët sa i përket pjesës së mosreagimit si para, gjatë dhe pas ngjarjes, me çfarë autorësh kemi të bëjmë në këtë rast, me profesionist, amator, apo kemi një vrasje të mirë organizuar dhe të mirë planifikuar që mund të ketë edhe mbështetjen e strukturave të tjera policore nga pas apo shtetërore? Mendoj që kjo është një ngjarje e mirë organizuar. Pra ata nuk janë 4 autor, pra aty kemi më shumë se 4 autor, pra autorët ta quhen ekzekutor për sa i përket përgjegjësisë penale, të cilët kanë sinjalizuar lidhur me uljen apo me mbritjen e viktimave, pra 2 viktimave të cilët udhtonin nga mbretëria e Spanjës apo nga Spanja për në Shqipëri. Pra ka pasur një informacion të saktë
përderisa edhe autorët kanë qenë të sigurt lidhur me këtë fakt, së dyti makina, pra makina e cila do t'i shoqëronte, pra që do t'i merrte, edhe kanë pasur informacion se kush ka qenë personi apo makina e cila ka shkuar për t'i pritur. Pra besoj që duhet të ketë përgjim edhe të telefonave ose të mesazheve telefonike, dhe këtë mund ta bëj vetëm organet e specializuara që mund të jetë shërbimi informativ kombëtar apo edhe organet tjera ligjzbatuese të cilat kanë akses edhe në komunikimet nëpërmjet aplikacioneve të ndryshme. Pra kjo është një pjesë për cilën unë aludoj dhe më çojnë drejt këtij përfundimi apo këtij konkluzioni. Mund të ketë punonjës të aeroportit, të cilët kanë bërë check-in-in, pra punonjësi të cilët kanë marrë pasaportën e kanë skanuar dhe kanë bërë të mundur kalimin e viktimave në aeroport. Gjithashtu mundet të ketë edhe persona të cilët kanë vëzhguar nga momenti i daljes nga aeroporti për tek parkimi, janë siguruar që këta kanë hipur në këtë automjet, dhe pastaj kemi automjetin në të cilin kanë udhëtuar autorët e këtij krimi, që do të thotë ata ishin të bindur që viktima kanë qenë në këtë makinë, sepse edhe vetë makina ka qenë me xhama të zi. Pra, nuk ka pasur mundësi që në qoftë se nuk kishte informacion të saktë, ata nuk do të qellonin, pra ishin shumë të sigurt. Pra mënyra se si del makina e autorëve në rrugë, pra në momentin që qëndron, në momentin që dalin autorët dhe godasin në mënyrë të sigurt, tregon që këta janë profesionistë, pra janë njerëz të cilët janë marrë derë tjetër me këto krime. Nuk është se janë amatorë, ata ishin gjaftotë, profesionistë, të vendosur, kanë goditur në momentin e parë në mënyrë të menjëshme, të befasishme, gjë që ka gjetur të pa përgatitur viktima, sepse edhe viktima ka qenë të armatosur, pra mos gaboj, në automjet duhet të jenë gjetur rreth 4 armë zjarri, por këtë nuk mund ta them dot me siguri, çfarë kemi lexuar nga media, dhe momenti që drejtuesi i automjetit apo punojësi i AMP-s ka humbur drejtimin e mjetit dhe ka lënë mjetin në gjendje të lirë. Dhe në momentin që ka ndaluar mjeti, aty ka shkuar prap në fillim ka shkuar 2 autor, pastaj njëri prej tyre u kthye dhe la vetëm me automatik për të goditur, por i bllokua arma. Në këtë moment kthehet edhe merr, pra këta tregojnë gjitha këto lëvizje dhe veprime, kanë marrë përsipër se u ta kryejnë këtë krim, kanë qenë të bindur që viktima apo objektivi ka qenë në këtë automjet dhe janë siguruar që të godasin vetëm në krahun, pra në krahun e pasagjerit dhe në sedilen e pasme. Pra nuk ka qenë objektiv drejtuesi i automjetit, ndonse për fat të keq të tij që ndodhej në këtë automjet, por po ta shikojmë edhe momenti kur shkon autori për të siguruar, apo momenti që godet, ai nuk godet drejtuesin e automjetit, po godet 2 viktimat e tjerë. Pra viktimat cilët ishin në vendin e parë të automjetit dhe në vendin e dytë. Megjithatë, përveç saj ne kemi edhe një element shumë të rëndësishëm, mënyra se si janë larguar. Pra mënyra e largimit, kanë qenë të qartë se ku do kalojnë, kanë pasur informacion ku ka pasur trafik apo ku nuk ka pasur trafik, sepse mund të ishte zgjedhur një destinacion tjetër, por ata kanë ikur për në mos gabojnë në Fushkruj, pra ai drejtim ka qenë,
Dhe janë kujdesur edhe për të djegur automjetin. Pra, në momentin që është djegur automjeti, aty kanë qenë persona të tjerë të cilët i kanë vënë zjarrin dhe i kanë pritur, pra së pari i kanë pritur, kanë pasur automjet tjetër dhe kanë djegur automjetin dhe pastaj kanë lëvizur në drejtim të paditur. Pra gjithë ky itinerar dhe të gjitha këto lëvizje tregojnë që ne nuk kemi të bëjmë me amator, por kemi të bëjmë me profesionistë, gjë që do ta vështirësoj shumë zbulimin e këtij krimi. Pra, besoj që ndoshta të afërmit e viktimës apo shokët e tyre ndoshta e dinë se nga kush mund ta kenë këtë si krim apo si porositje, por për sa i përket ekzekutorëve dhe ata të cilët janë marrë për kryerjen e këtij krimi nga ana e policisë do duhet shumë kohë, sepse ne dimë që edhe grupet kriminale kanë një kod të tyre të eshtur që ata nuk merren me denoncime në prokurori apo me tregime të dyshimeve të tyre. Shpeshherë ata ndodh që ata të heshtin dhe mos të japin deklarata për organet proceduese, këtu është fjala për prokurorinë dhe për policinë, dhe i zgjidhin këto punë në mënyrë private me njëri tjetrin. Pra private do të thotë që ata do të akmeren ndaj atyre që kanë dhënë këto porosi. Kështu që besoj që do ta kenë, mendimi im është që do të jetë shumë e vështirë për zbardhjen e kësaj ngjarje. Pra ju mendoni se mund të ketë një sag hakmarrjesh nga grupe të tjera rivale që mund të vinë kundrejt autorëve që realizuan apo personave që kanë porositur këtë krim? Patjetër, sepse nga gjithë historiku i grupeve kriminale, pra kështu është tipologjia e këtyre grupeve apo karakteristikat e tyre, që do të thotë ata në mënyrë të vazhdueshme vazhdojnë edhe akmeren ndaj njëri tjetrit deri në momentin që do të shuhet apo do të vriten njëri grup apo tjetri. Pra këto janë karakteristikat e grupeve tona kriminale ku nuk ja lënë në dorë shtetit për të zgjidhur këto probleme. Pra edhe nëse do të zbulohet kjo nga shteti, pra organet do ta kenë mundësinë profesionale që të zbulojnë, edhe nëse do të burgoset pra një pjesë e tyre që kanë kryer të vepra penale apo të gjithë, prap nuk heq dorë grupi i cili është goditur. Pra nga gjithë praktika është e tillë. Edhe nëse autori, pra flas për autor të cilët mund të kenë ngelur të vetëm, pra është shuar i gjithë grupi kriminal dhe ka ngelur një ose dy autor, në momentin që del nga burgu ata prap akmeren sepse ndjejnë rrezikun se mos ky që do dalin nga burgu mund të akmeret ndaj tyre. Pra është frika që kanë grupet nga njëra tjetrën dhe investojnë në mënyrë të fuqishme që të hakmeren ndaj grupeve rivale. Dhe gjithë fizionomia e grupeve kriminale është që hakmarrja është një nga karakteristikat e këtyre grupeve të cilat nuk të rriqen, pra nuk ka marrëveshje siç mund të bëjnë grupet e tjera kriminale jashtë vendit, dhe po marr kryesisht Italinë, e cila është goxha e zhvilluar si aspekt i grupeve kriminale. Karakteristika është që në momentet e caktuara ato njohin edhe faljen e njëri tjetrit dhe marrëveshjen, ndërsa grupet shqiptare nuk e kanë këtë inatin, e kanë një nga karakteristikat dhe hakmarrjen e ka një nga karakteristikat e tyre. Kështu që edhe në këtë, duke marrë në analizë edhe gjithë ngjarjen apo edhe ngjarjet të tjera të cilat lidhen me njëra tjetrën apo grupe kriminale të cilat vazhdojnë në mënyrë të vazhdueshme që të kenë konflikte
dhe akmarin me njëra tjetrën, mendoj që kjo sak nuk do ngelet me krimin që u bën në Rinas. Pra do kemi shumë shpejt, do kemi edhe krime të tjera, të cilat për fat keq do të kemi humbje njerëzish apo edhe pasoja të tjera njerëzore. Prandaj duhet ndërhyrja e shtetit ta zbulojë këtë ngjarje, të vendosi në survejim antarët të afërmit e këtij grupi kriminal, por natyrisht edhe që të ketë mundësi që autorët të vijnë përpara përgjegjësisë. Jo vetëm ata që e kanë bën këtë ekzekutim shnjërzor në mes të ditës, në mes të aeroportit ndërkombëtar që ne kemi, të vijnë ata përpara përgjegjësisë, bashkëpunëtorët e tyre, por edhe ata që kanë dhënë urdhrin. Pra, edhe urdhëruesit duhet të shkojnë përpara drejtësisë dhe të mbajnë përgjegjësi penale për angazhimin e tyre në këtë krim mjaft të rëndë. Nëse shohim me kujdes pamjen, momentin e atentatit, shohim që ka qytetarë që largohen me vrap nga paniku, dhe i momenti i caktuar është kur kalon kolon e një delegacioni zyrtar me 2-3 makina diçka e tillë. Dhe nga ana tjetër, sa i përket rrezikut që mund të kishte pasur të linjave ajrore në këtë rast. Ju si njeri i drejtësisë dhe që keni lexuar raste të caktuara të tjera qoftë në Shqipëri apo edhe jashtë, a mendoni se mund të kishte pasur një dëm shumë herë më të madh se sa thjesht atentati që ndodhi ditën e djeshme, pra që mund të kishte pasur të vrarë në civil, mund të kishte pasur të vrarë në delegacionin zyrtar që kalonte, apo edhe plumbat mund të kishin bërë rikoshet ku mund të kapnin qoftë edhe po themi avionat e linjave fluturuese në atë rast? Po, ekziston mundësia dhe rreziku që ne të kishim edhe qytetarë të tjerë që mund të ngeleshin të lënduar, siç kemi me qindra raste që kanë ndodhur krime të tilla. Fat nga njëra anë është keqardhje dhe ne ndjejmë gjithë shprehim ngushëllime të afërm dhe familjarëve të viktimës, por nga ana tjetër është fat që këta kanë qenë të përgatitur dhe profesionistë, të cilët nuk kanë kanë qenë shumë të sigurt dhe e kanë pasur shumë të qartë objektivin e tyre. Çfarë do të ndodhte nëse me të drejtë e ngrihen shqetësimin, çfarë do të ndodhte nëse do të kishim amator, pra do të kishim vrasës të cilët do shkonin pra për ta realizuar të krim, nuk kanë pasur përvojë ose mund të kenë pasur një përvojë të brisht, mund të kenë pasur një ose dy raste dhe nuk e idean se si të manovronin dhe si të kalonin, si do ta ndalonin viktimën, si do ta godisin e tjera me radhë. Kështu që ky duhet të jetë krimi i fundit që ndodh në pranë aeroportit të Rinasit. Besoj që, jo se besoj, por duhet me patjetër që aty të angazhohen forca të cilat të marrin në ruajtje aeroportin, mundësisht edhe komandot, pra të futet ushtria, në mënyrë që të ketë mundësi që gjithë perimetri i aeroportit të jetë i survejuar, të ketë ushtar, madje edhe ushtar të cilët janë me uniformë, të jenë me armë në rrugë në momentin që përshkruan aeroportin nga dalja edhe nga daljet e tjera dhe në një farë piket, këtë posobllogje edhe në rrugën, pra në urën që shkon apo mbi kalimin e Rinasit, por edhe në anën tjetër të rrugës, pra rruga që shkon në autostradën Tuman-Kashar. Kështu që këto duhet të jenë mësime për organet ligjzbatuese në çdo vend, pra e kemi parë aeroporte apo porte të rëndësisë së veçantë që aty kemi prani të forcave ushtarake, jo vetëm të forcave policore. Dhe komisariati i Rinasit duhet të ristrukturohet, që do të thotë
aty duhet të ketë trupa policore, duhet të jetë një trup elit e përgatitur, pra si fizikisht, emocionalisht, psikologjikisht, edhe të ketë një skanim të gjithë karakterit dhe personalitetit të këtyre punonjësve të policisë, të jetë e përgatitur, të ketë gjitha ato pajisjet e nevojshme, të ketë patrulla, të cilat patrullat mund të jenë edhe me makinë, mund të jenë edhe me mjete tjera, do ke mundësi që të manovrojnë në kohë, sepse me automjet kur ka trafik është e pamundur që të kalosh edhe të shkosh në vendin ku mund të ketë një incident apo një ngjarje e rëndë, të ketë vërtet një trup elitare e cila të jetë në gjendje që edhe të drejtojë dhe të udhëzojë qytetarët nga momenti që dalin apo hyn në aeroportin e Rinasit, por dhe të shërbejnë atyre në momentin që do ketë incident. Pra në gjithë perimetrin duhet të ngrihet një plan i tillë që të ketë mundësi ndërhyrje të menjëhershme. Përveç këtyre masave duhet të ketë edhe një shtim të shtuar, pra duhet të ketë një numër të shtuar të punonjësve të inteligjencës, ku kam parasysh shërbimin informativ kombëtar, i cili duhet të jetë prezent dhe të ketë një plan të detajuar bashkëveprimi edhe me forcat e policisë në mënyrë që të evidentojnë, të marrin informacion dhe të referojnë çdo ngjarje e cila cënon rendin kushtetues të Republikës së Shqipërisë. Pra këto janë masa që nuk duhet lënë në momentin e fundit, apo masa të cilat nuk duhet lënë me disa muaj. Ndodhin ngjarje dhe ne tani do shikojmë që do ketë forca të shtuara të policisë, do ketë posobllokë, siç ka ndodhur edhe në rastin e grabitjes së Rinasit, por këto masa duhet të jenë të përditshme, të përhoshme, të përmuajshme dhe të përvitshme, në mënyrë që mos kemi fare ngjarje në këtë aeroport. Por çfarë ka ndodhur? Se kjo ngjarje është pasuruar në gjitha media ndërkombëtare. Çfarë ka ndodhur me ata qytetarë që janë të huaj? Se kemi shumë vizitorë që kanë vizituar, delegacioni që ka ardhur, pra kanë qenë persona të rëndësisë së veçantë, të cilët mund të ishin cënuar. Dhe në moment që cënohet, kemi një prishje të imazhit ton, qoftë si vend, por edhe si popull. Dhe kjo sjell një impakt shumë negativ në gjithë fushat e ekonomike, siç mund të jetë turizmi, kultura dhe shumë fusha tjera, të cilat sjellin pasoja negative për vendin dhe për gjithë qytetarët shqiptar. Si mendoni, pse është zgjedhur Rinasi dhe pikërisht ai vend tek pjesa rreth rrotullimit të Rinasit për të kryer një atentat të tillë, dhe çfarë mesazhi mendoni se autorët kanë dashur të përcjellen në këtë rast, duke e kryer vrasjen pikërisht në një vend që është mjaft i frekuentuar? Unë besoj që është zgjedhur ky vend sepse nuk ka pasur mundësi tjetër, duke qenë se vetë autori, vetë viktimat, pra dy viktimat, për shkak edhe të atentatit të mëparshëm, sepse ka pasur edhe atentat të mëparshëm, ruheshin në mënyrë të fortë apo në mënyrë të shumë, pra mënyra e ruajtjes ka qenë goxha e madhe, edhe me automjete të tjera, dhe ky ka qenë vetëm moment të cilin ata duhet ta shfrytëzonin. Pra, kjo tregon që edhe më parë autorët mundet që ta kenë ruajtur, ta kenë vëzhguar, ta kenë ndjekur dhe nuk e kanë gjetur dot mundësinë. Kjo ka qenë mundësia jo e vetme, po mundësia e artë për ata në mënyrë që të realizonin objektivin që i kishin vendosur vetes. Kështu që ndaj e zgjodhën atë ditë, pra edhe atë orë, sepse i kanë vlerësuar të gjitha kushtet. Ndoshta ata kanë shumë kohë që vëzhgojnë. Ne këtë nuk e dim, pra duhet ta shikojmë
nëse prokuroria pra do të nxjerrë diçka apo jo, dhe të gjitha këto vrasje të cilat bën të mirë menduar dhe të planifikuar dhe të kontraktuar me profesionistë, ata janë gjatë gjithë kohës në vëzhgim dhe gjejnë momentin. Pra, profesionisti nuk do që të gabojë në objektivin e tij, së pari nuk do sepse ka marrë përsipër të kryej një krim për të cilin ai do të paguhet, në vlerë monetare apo jo, kjo është diçka për të parë, por që ka marrë përsipër që ta kryej. Së dyti, ai vlerëson të gjitha kushtet, pra e ka aftësinë që të kalkulojë nëse është vendi, koha e dur për të realizuar të krim, dhe së treti shikon edhe mundësinë se si mund të largohet në mënyrë të menjëhershme nga vendi i ngjarjes, në mënyrë që mos të kapet nga autoritetet policore. Pra, këto janë vlerësime, pra janë disa le të themi vlerësime që i bëjnë autorët apo ata të cilët ka marrë përsipër kryerjen e këtij krimi, dhe përpasoj del që ky ka qenë vendi më i përshtatshëm. Ata ndoshta kanë me vite që i ruajnë viktimat, por nuk kanë pasur mundësi për të realizuar një gjë të tillë dhe kanë gjetur momentin pranë aeroportit të Rinasit dhe në të njëjtën orë. Nuk i besoj që duhet të ketë ndonjë mesazh, sepse nuk është se janë ndonjë personalitet pra politik apo të ndonjë fushë tjetër që duhet të japin një mesazh për viktima, por thjesht qelloi që aty ishte vendi i dur dhe koha e dur për të realizuar ky krim. A mendoni se kjo vrasje ngjason asaj të vrasjes së bankierit Artan Santo, ku autori kryen krimin me qetësi dhe më pas largohet pas një lloj pengese, ashtu siç u vëret edhe në rastin e autorëve në atentatin e Rinasit? Po kjo tregon që ata janë profesionistë, pra nëse do të lidhim të dyja këto ngjarje, kjo është një vrasje, pra dora e tyre nuk është një dorë amatori apo një thjesht dikush që ka dëshirë që ta merret apo ka marrë përsipër që ta kryejë të krim dhe shkon me atë amatorizmin e tij, por kjo duket që ata janë profesionistë të vërtet. Pra e kanë këtë profesion me të cilin ushqen dhe mbajnë jetën e tyre dhe përpasoj gjithë profesionistët e kanë një gjë të tillë, që do të thotë kujdesen shumë që mos ketë viktima të tjerë, ata fokusohen vetëm tek objektivi i tyre dhe së dyti është largimi. Pra mënyra e largimit është e njëjtë, sepse qëllimi është i njëjtë dhe ndonse ndryshon objektivi, qëllimi dhe gjithë ato mekanizmat e tjera janë të njëjta. Si është e mundur që policia të jetë e inkriminuar deri në këtë pikë sa një agent i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore gjendet dhe shoqërohet me një element të tillë të krimit organizuar, i cili kishte një vit që kishte dalë nga burgu dhe një dekadë më parë i kishte shpëtuar 2 atentateve? Po, kjo është për të ardhur keq, pra që ne kemi punonjës të policisë që janë në shërbim të autorëve apo të dënuarve të cilët kanë rekorde kriminale dhe i shërbejnë atyre. Kjo tregon që gjendja e policisë së shtetit është në ditët më të këqija të tij. Kjo vjen, pra shkaqet janë nga më të ndryshme, por që besoj që shkaku kryesor është rekrutimi, pra mënyra se si janë rekrutuar dhe janë futur punonjës të policisë apo të Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, të cilët nuk janë skanuar për lidhur me personalitetin, kaluarën e tyre, por edhe përgatitjen profesionale. Së dyti, një problem shumë i rëndësishëm është edhe gjendja ekonomike, pra trajtimi ekonomik që i bëhet punonjësve të policisë së shtetit, të cilët trajtohen në mënyrë mizerabël. Nuk kemi rritje pagash, nuk kemi
mundësi të tjera lidhur me strehimin apo shkollimin e fëmijëve, mbështetje që mund t'i jepet këtyre familjeve të cilat kanë në dorë sigurinë tonë dhe jetën e qytetarëve. Së treti, garancia që duhet t'i japi shteti lidhur me qëndrueshmërinë në vendin e punës, që mos ketë lëvizje të cilat bëhen për inat të drejtuesve të policisë, ku shikojnë që ka policë të ndershëm dhe që i shërbejnë vendit. Këto janë faktorë të cilët ndikojnë që policia, pra policët, punojësit e policisë së shtetit, të jenë të brisht dhe nuk kanë imunitet ndaj krimit të organizuar apo joshjes së ndryshme që mund t'i bëjnë këto grupe kriminale dhe pastaj t'i vënë në shërbimin e tyre. Shumë prej punonjësve të policisë, cilët nuk përshtaten dot dhe nuk i shërbejnë krimit të organizuar, ata japin dorëheqje, edhe pse i kemi me grada, pra ka shumë prej tyre që kanë grada, kanë shkollime jashtë, që për të cilën ka investuar shteti, trajnime që mund të ketë bërë, por duke qenë se nuk e gjejnë dot veten, janë detyruar pra me vetdije të japin dorëheqjen, të largohen nga ajo punë, të fillojnë ndonjë punë tjetër ose edhe të largohen jashtë shtetit. Dhe kjo është vërtet shumë e keqe, pra është një tregues shumë negativ që duhet të reagojë Ministria e Brendshme aktuale, që besoj që duhet ta shikojë me seriozitet dhe të marrë masa ato masa të cilat i kanë në kompetencën e saj kushtetuese dhe ligjore, por dhe të ketë dhe mbështetje financiare, të ketë mjetet e nevojshme për identifikimin dhe përkapjen e autorëve të këtyre veprave penale, të ketë automjet. Ne kemi policë që nuk kanë mundësi edhe për të lëvizur, pra janë nga një komisariat, duhet të shkojnë në zona rurale e tjera me radhë, shikojmë me makina të cilat nuk janë të përshtatshme, ose po kanë dhe probleme lidhur me ecjen, pra me udhëtimin dhe shkuarjen në destinacion. Ka shumë me uniformën, me veshjen, me paraqitjen, pra kemi një mungesë të theksuar të mbështetjes që shteti duhet t'i japi këtyre heronjve, pra vërtet janë heronj sepse përballen me krimin, përballen me krimin organizuar dhe përballen me çdo vështirësi që kanë qytetarë. Pra këtu e kam parasysh edhe emergjencat civile, ne kaluam shumë ngjarje të cilat kanë trodhitur shoqërinë tonë, siç ishte tërmeti i vitit 2019, siç kemi pasur edhe Covidin, pra punonjësit e policisë kanë qenë një nga profesionet të cilat kanë qenë në shërbim të qytetarëve dhe për pasojën e nuk mund t'i lëmë në mëshirë të fatit dhe kemi punonjës policie që s'ka mundësi që edhe të bëjnë një jetesë normale, kështu që gjithë këto faktorë ndikojnë që të kemi punonjës që të jenë jo imun ndaj krimit organizuar dhe mënyrave të joshjes që mund të bëjë ky grup kriminal. Si mendoni, sa gjasa ka që kjo ngjarje mjaft e rëndë të zbardhet nga autoritetet dhe cili do të jetë roli i SPAK-ut në këtë rast, dhe a mendoni se krimi ka kapur si policinë ashtu dhe politikën, duke qenë se kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se kjo është një vrasje e mbështetur dhe nxitur, apo janë krijuar rrethana dhe kushtet nga strukturat shtetërore? Unë nuk e besoj që kjo ka qenë e nxitur, pra politikisht, nuk dua ta besoj dhe nuk e besoj një gjë të tillë. Megjithatë i takon organeve rizbatuese, siç është prokuroria, dhe në rastin konkret nëse prokuroria e Tiranës që e ka për kompetencë do ketë mundësi që të evidentojë rastin, pra që do të thotë që nëse kemi të bëjmë me një grup të strukturuar kriminal apo jo, apo ka qenë viktima pjesë ndonjë grupi të strukturuar kriminal apo jo, dhe shumë indicie të tjera, atëherë kjo prokurori ja referon, pra ja kalon dosjen prokurorisë së posaçme në mënyrë që të kryejë
gjitha veprimet hetimore dhe Prokuroria e Posaçme ka detyrën që të kryejë gjitha hetimet. Kështu që nuk e besoj që kjo ka lidhje me politikën, megjithatë shqetësimet janë të drejta, që do të thotë duhet që pra shteti në këtë rast apo më konkretisht Ministria e Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë dhe të gjitha strukturat e tjera përgjegjëse duhet të ndihen së pari edhe nga ana morale fajtor që nuk patën mundësi ta parandalonin të krim, por edhe nga ana ligjore kanë detyrë sepse duhet të kishin marrë disa masa për të cilët i detyron ligji në për sa i përket objekteve ruajtjes së objekteve të një rëndësie të veçantë si aeroporti i Rinasit. Zoti Duraj, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Ju falenderoj shumë për ftesën, ishte kënaqësi. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.